Prej disa kohësh Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, ka qenë në qendër të skandaleve që kanë tronditur shëndetin publik dhe kanë vënë në dyshim funksionimin e institucioneve shtetërore. Pavarësisht dështimeve të njëpasnjëshme, duket se ministria nuk do t'ia di për popullin që po helmon dita ditës. Në fund të fundit, fëmijët tanë dhe qytetarët janë ata që paguajnë çmimin më të lartë për dështimin e institucioneve shtetërore dhe të autoriteteve të cilët duhet të mbrojnë shëndetin e popullsisë. A është e pranueshme që të mbyllim sytë ndaj këtyre skandaleve, duke i lënë ata të ekspozuar ndaj produkteve të rrezikshme dhe dëmeve që mund të shkaktohen? Mandarinat me fosmet ju i hodhët në treg që të na helmoni. Një prej incidenteve më të rënda është ai i 21 ton mandarinave të mbushura me pesticidin e ndaluar fosmet. Ky pesticid është jashtëzakonisht i rrezikshëm për shëndetin e njerëzit dhe është ndaluar në shumë shtete, përfshirë Bashkimin Evropian dhe SBA-n. Mandarinat të kontaminuara u kthyen nga Kroacia për shkak të nivelit të lartë të fosmetit, por në një akt të paprecedent, ato nuk u asgjësuan siç duhej, përkundrazi, u futën në treg dhe u shitën, duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve shqiptar. Hetimet e prokurorisë kanë zbuluar mashtrimin, duke e vënë në dyshim seriozisht rolin e Ministrisë së Bujqësisë dhe të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Zinxhiri i korruptuar i inspektorëve. Skandalet me ushqimin kanë qenë të vazhdueshme dhe shumë të dëmshme. Pas rasteve të mësipërme, Ministria e Bujqësisë nuk ka qenë në gjendje të sigurojë standardet e duhura për kontrollin e sigurisë ushqimore, duke ekspozuar konsumatorët shqiptar ndaj produkteve të rrezikshme dhe të kontaminuara. Një ndër shkeljet më të rëndësishme ka qenë ajo e mandarinave të mbushura me këtë pesticid të ndaluar, që kaluan përmes një rrjeti të korruptuar inspektorësh. Pse nuk u aplikua vaksina kundër brucelozës te kafshët? Një tjetër problem i madh ka qenë dështimi i Ministrisë së Bujqësisë për të siguruar vaksinën kundër brucelozës për kafshët, e cila ka kushtuar 1.7 milion euro. Vaksina u ble, por nuk u aplikua te kafshët, duke rrezikuar seriozisht jetën e kafshëve dhe të fermerëve. Ky lajm ka shqetësuar dhe irrituar shumë qytetar, ndërsa gazetarja Rudina Muça ka denoncuar se ministri Anila Denaj i ka bërë presion asaj për të heshtur, duke i kërkuar që të heqë dorë nga raportimi për këtë skandal. Ku e quat midhjen, mbretëreshën e butrintit? Ministria e Bujqësisë ka dështuar gjithashtu në menaxhimin e liçenit të butrintit dhe të impianteve të midhjeve. Fermerët që kanë punuar për dekada me radhë në këtë zonë nuk kanë mundur të lidhin kontratat e qiradhënies për impiantet e midhjeve për më shumë se 2 vjet. Ky është një tjetër shembull i pasivitetit të ministres, e cila ka lënë pa mbrojtje një nga pasuritë më të vlefshme natyrore të Shqipërisë. Si rezultat, ka një rrezik të madh që ky liçen të mbetet pa prodhim midhjesh, duke dëmtuar shumë familje të përfshira në këtë industri. Skandali me shpendët e infektuar. Një tjetër skandal ka të bëjë me menaxhimin e epidemisë së gripit të shpendëve. Ministria e Bujqësisë është kritikuar për mosmarrjen e masave të duhura për të parandaluar shpërndarjen e gripit të shpendëve. Sëmundja ka shpërthyer në disa ferma të vendit dhe është raportuar se një fermë e njohur, Reas, me 69.000 shpend dhe është futur në karantinë. Ky ka qenë një tjetër dështim për ministrisë, që ka dështuar të monitorojë dhe të ndalojë përhapjen e sëmundjeve. Po kush ka përgjegjësi për të gjitha këto? Përkundër këtyre skandaleve të mëdha dhe dështimeve të vazhdueshme, ministri Anila Denaj përparësi nuk ka shëndetin e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, por t'u jap urdhër punojësve që të bëjnë like dhe share në profilin e saj dhe të ministrisë në rrjetet sociale. E ç'shëndësi ka nëse fëmijët tan han mandarina me fosmet, han vezët e pulave të infektuara apo mishin e kafshëve me brucelozë? Në fund të fundit, ne populli jemi, siç duket, e kemi pranuar që jemi viktima të neglizhencës dhe korrupsionit.